por di me një fakt të rëndësishëm që nga korriku i vitit 2025, si Figlio Ranucci nuk është më një nga autorët që ka të drejtë firme në programin e tij. Dhe këtë ai ka denoncuar, por duke denoncuar faktin se është një vendim i marrë nga politika, pikërisht për faktin e investigimeve të tij fuqishme. Duket mjaft e lehtë thuash me fjalë se nuk e drejt firme, por nga ana praktike, një autor programi, një gazetar investigativ, ku nuk ka të drejtë të jap urdhër dhe të firmos qoftë kontratat me gazetarë të tjerë, qoftë kontratën për të bërë një investigim të dur, kjo i bllokon, i lidh duart. Gjithçka i është konfeksionuar dhe është dërguar një prej autorëve të programit, por megjithatë ky është një limitim i madh që i bëhet këtij gazetari. Megjithatë ai vijoi të shkojë përpara, e deklaroi në korrik të 2025 se ky akt është shumë i shëmtuar, jo vetëm sulm ndaj tij, por e sulm ndaj report. Megjithatë tha do vijojmë të bëj punën time dhe do të vijoj të drejtoj